Në devoll, kryeministri Rama tha se ndërkohë që ne vime projekte konkrete për të ndryshuar jetën e komuniteteve, Partia Demokratike vjen në mexhlise dhe flet broçkullat duke u tallur me shqiptarët. Se ku i gjejnë ca kandidat, siç kanë gjetur njërin këtu. Një kalama që thot, unë punoj Internet Explorer. Po ja ta zëm se u çmendën devollit dhe votuan për Internet Explorer. Me se do t'i uli taksat ky në nivelin më turët në botë, me Internet Explorer do t'i uli. Apo do t'ja u sjellli nga Internet Explorer juve naftën më të lirë se dhallën te pikat e karburantit. Hajde PD, hajde. Po ta mendoni pak më gjatë, ne të gjithë duhet qajmë këtu në korë për Partinë Demokratike. Është katandisur në një trup cirku që vjen vërdall në për Shqipëri dhe që ju siguroj shumë sinqerisht, edhe suden të kishte në krye, do kishte më dinjitet në fushat. Ndërsa nga prenjasi ku kandidon Miranda Rira, kryeministri ftoi gratë dhe vajza të marrin pjesë në votime, duke mos e nënvleftësuar 21 qershorin. Në 21 qershor, të gjitha gratë dhe vajzat me drejt vote do të kenë mundësinë që të marrin pjesë në vulosjen e një vendimi historik të Aleancës për Shqipërinë Europiane. E vendimit që me shumë kurajo, emancipuese, Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, si dy parti, por si një forcë vetë në udhëheqëse e kësaj aleance të madhe, morën për të çuar 50% gra dhe vajza në kuvëndet e reja vendore. Në 21 qershor, gratë dhe vajzat të shkojnë lumë drejt qendrave të votimit, të marrin me vete edhe shoqet, fqinjet, koleget, njohurat, sepse atë ditë s'duhet mungoj as një grua, as një vajzë në votim.